pas here mundohemi ta kurojmë me mënyra të ndryshme. Kjo është pozitivisht njëra prej tyre dhe potencialisht njëra prej tyre. Nga ana tjetër, e kuptoj që me gjithçka ka ndodhur në këtë vend, është relativisht e vështirë që të ngresh një koncept besimi tek njerëzit, dhe sidomos kur këta njerëz janë të përfshirë në aksione politike. Parimi i lëvizjes, i forumit, në fakt as lëvizje nuk është një forum, është shumë i thjeshtë. Atë që partitë politike nuk e bëjnë dot mes njëri tjetrit, qoftë sepse dikush nuk do t'uli hundën, qoftë se dikush nuk do të ekspozohet më shumë se ç'duhet, apo dikush nuk do të bëjë diçka tjetër të kësaj natyre, po ofrohet ta bëjë një grup njerëzish që janë krejtësisht të pavarur dhe të paalinejuar me asnjëra nga këto parti. A ekziston rreziku që Partia Demokratike të ndihet pak e rivalizuar në këtë nisëm, duke qenë se ajo thot bashkimin e bëj vetë? Ose tryezat i drejtoj vetë, nuk kam nevojë për ndërmjetës. Në natyrën e tyre, partitë politike rivalizohen nga të ngjashmit të tyre, ne nuk jemi të ngjashmit të tyre, në asnjë formë dhe në asnjë substancë. Nga ana tjetër, historia ka treguar, fatkeqësisht jo në këtë vend, ku palë të treta, të cilat janë të barazlarguara nga ata të cilët janë në sherr ndërkohë, kanë më tepër opsione për t'i bashkuar, për t'i sjellë në një tryezë të përbashkët, sepse në fundit ne nuk është se duam të krijojmë një opozitë të fortë, të bashkuar dhe të pandashme në këtë vend. Jo, ne duam të ulemi në tavolinë dhe të diskutojnë disa gjëra për të cilat potencialisht kanë nevojë të gjitha palët. Koncepti i çdo tryeze, qoftë kjo kur flasim për të realizuar një marrëdhënie, një traktat ndërkombëtar, apo kur flasim për bërë një mision si juaj, apo kur flasim për të shkuar për të luajtur kalçeto, në të gjitha rastet kemi të bëjmë me një konvergim interesi. Për sa kohë në këtë vend ka një konvergim interesi për të larguar një qeverisje të korruptuar dhe për të krijuar një aksion të përbashkët opozitar, ku potencialisht të fillohet ndoshta nga reforma zgjedhore, ndoshta nga kushtet të tjera të ngjashme me këtë, atëherë nuk shoh një arsye pse stigmatizimi të jetë i kësaj natyre dhe pse ta filloj me një nivel pesimizmi kaq të madh. Pavarësisht kësaj, e justifikoj krejtësisht bazuar tek eksperiencat e hidhura të së shkuarës në këtë vend. Zoti Kedhi, jemi përpallë një nisme të re, e cila në fakt riformaton ide të vjetra, pra bashkimin e opozitës. Siç e thash, 2 goditjet e para kanë ardhur sot, por nuk e dim ende një qëndrim zyrtar që mund të ketë Partia Demokratike lidhur me një forum të tillë, kur para 2 javësh, mos gaboj, pam një tryezë të këtij lloji që synonte krijimin e një fronti opozitar. Unë mendoj qëndrimi më i njohur duhet jetë ai i Partisë Demokratike, se këto fjalë dhe këtë arsyetim që tha zoti Ruci, unë mendoj që e ka bërë Partia Demokratike prej kohësh tashmë. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, ka zgjatur dorën për çdo parti politike, për çdo forum, për çdo organizat që e ndjen veten në opozit me këtë qeveri, me këtë narkoshtet. Po, një gjë është kur e organizon, kur e drejton tryezën dhe nismën Partia Demokratike, dhe një gjë kur atë leadershipin e ka dikush tjetër. Unë them thelbin. Thelbi është ky. Gjithë shoqëria shqiptare konvergon në një pikë, që kjo qeveri duhet largohet një orë më përpara. Jo vetëm për shkak të skandaleve të fundit, të cilat dorëzonin çdo qeveri në çdo vend të botës, që nga Akshi tek zvendës kryeministri Balluku, te shpopullimi i Shqipërisë, largimi 1.1 milion shqiptarëve, situata ekonomike, varfëria ekstreme, e gjitha me radhë, dhe nëse ne konvergojmë në këtë pikë, konvergojmë në pikën tjetër që nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme në këtë vend sipas raportit OSBE-Odirit, që thotë e zeza mbi të bardhë është migulluar vijandarse mes partisë dhe shtetit, pra i bie kemi një parti shtet që konkuron me disa parti të tjera. Nëse ne konvergojmë në këto pika, bashkimi është i vetmi opsion. Partia Demokratike ka zgjatur dorën për t'i bërë ftesën çdo partie që bashkohet me Partinë Demokratike në këtë qëndrim. Tani, kush nuk e pranon, nuk është më përgjegjësi e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nga ana tjetër, dhe ky është mendimi im personal, i ka të gjitha aftësitë dhe kapacitetet brenda saj që të krijojë një front të gjerë brenda Partisë Demokratike. Duke shkuar përtej, po themi, bazës që ka Partia
përgjithsisht, që ka PD-ja apo që ka e djatha dhe për të krijuar një po themi një bashkim të gjithë këtyre elementeve. Në qoftë se ka partitë të tjera që duan t'i bashkojnë, janë të mirëpritura. Ky ka qenë gjithmonë qëndrimi i Partisë Demokratike. Profesor Goci, në mënyrë radikale, të qëndrueshme dhe... Me mbështetjen terren, shiko,